Emirati and Albanian. Oh, sa e bukur. It was amazing to meet her. She is Ishte a great diçka person fantastike and very për mua talented artist. ta njihja këtë artiste personalisht. E bukur, edhe kjo më vjen shumë mirë që ka shkëmbime kulturore, po për te asaj, ty si të lindi dëshira për të bërë pikturë? Do të thënë nga një inxhiniere, një vajzë inxhiniere në një vajzë artiste. So actually culture is in my roots, heritage is in my roots. Kultura është një trashëgimi. Mua më pëlqen të tregoj traditat dhe zakonet e mia, e vendit tim. Më pëlqen të vizatoj. Ndaj për mua, si një artiste, me dashurinë për kulturën dhe traditat, bashkova një grup materialesh për të sjellë, për të shprehur idetë e mia dhe jam krenare për këtë që kam bërë. Pra ti e lidh artin tënd totalisht me trashëgiminë e vendit tënd dhe kulturën tënde. Ke tentuar ndonjëherë të dalësh jashtë asaj edhe ta shohësh pak më ndryshe? Nuk e di, në cilën rrymë do ta klasifikoje ti veten tënde? Pra cilën zhanër artistik? Actually, yes, I connect my art to the culture of my country. Unë lidh kulturën e vendit tim me atë që dua të, me atë që kam brenda vetes. Për shembull, fillova në Francë, më pas erdha në Shqipëri, dhe zgjodha të portretizoja lidhjen mes dy vendeve. Më pëlqen të dërgoj mesazhe si toleranca për të cilën ne artistët flasim. Ne flasim shumë gjuhë dhe e bëjmë këto me qëllim që të bashkohemi si artistë. Pra, unë I përcjell një mesazh botës përmes artit tim. Unë po përpiqesha që të lexoja dhe emrat, nga ti frymëzohesh gjithashtu në konceptin e artit tënd. Po janë, më beso, ti ma kupton që janë pak emra të vështirë për ti referuar dhe ne shqiptarëve. Po, janë individ, pra, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Al Nahyan. Apo lartësia e tij Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Apo jo. Dhe Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Apo jo. Do të thënë isha I sakt në prononcimin e emrave. Kanë qenë gjithmonë, kanë ndikuar në artin edhe mënyrën se si ti e shikon artin? Basically, our great fathers, they passed the message of tolerance. Baza e artit tim është mesazhi I tolerancës. Ndaj ne si artist, personalisht në botën time të artit, mora përgjegjësinë si një